E para, haxhia për shembull, alo të punun ora. Ose djali haxhis ose nipi. Edhe kur shkon në shtëpi, alo, po djersi ke ndalë, agjerushëm është. Djerset i ke ndalur. Edhe adi shkatet. One po t'hi, po t'a baj një tush që thash. Po t'hi, po pastruhna, se kur pastruhna pak relaksuhna, heken që tu e ndjesme që mu ke ndalë, edhe po hi, po pastruhna. Ose, njoni është për shembull edhe ma bës, nëse mu i me i thonë, edhe për shembull e ka një vill të vetën. Ato e ka një far bazeni 5x5, nëse me i thonë, një far pusit malë mulo ato mrena, 5x5, ose 10x5, një aburin e vete ko, është agjerushëm, po të të diçka, agjerushëm jam, verë qëllaj agjerimi gjatë verës, po t'i hi nëtën e qëtë njëherë, bile dhe pepravoj vetën, apo moj me i dollë nëtë kejtë nërë oj, prej fillimi deri në fund. Hini agjerushëm ke, hini nëtë dhe atje, ose kejtë nërë dhe atje, që kë? A e prish agjerimin, qëtu shka i përmenda? Disa, duke mos një pak detajet e jurisprudencës islame, kanë mendu haxhishtë që këtë ta prish agjerimin. Kanë mendu. Edhe mendujnë. Mirë, po e sakta në këtë fjallë është se, ju e sakta, po pjesa dërmuese e ulemove. Me ne prej ashtim, amo pjesa dërmuese e ulemove kënë shku nga ajo se nëse pastruhesh, nëse ban një tush për qef, gjatë ditës, duke qenë agjerushëm, agjerimi nuk të prishet. Agjerimi nuk të prishet. Ose, jes prishet. Neve në thëshim, me po më lo, në reka dikon një lushëm, prishet. Pa që ta kështë e thonë në. Për këtë arsye, une e përmenda që janë disa dyshime. E unë deshta me i prum, këtu dyshime se dikush me ndonë që prishet, po në fakt ato s'prishet. Me këtu sende, nuk prishet agjerimi. Dhe argumentet për këtë çështje. Ku janë? Pej tyne, haxhi. Hadithi që e ka sjellë Imam Buhariu dhe Muslimi, prej Ajshës, edhe nonës besimtare Umm Salemes, që thëtë se për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam thëtë, kana yudrikuhu al-fajru wa huwa junub min ahlihi thumma yaghtasilu wa yasum. Tha pejgamberi alayhis salam i rastis ke pejgamberit që ai gjatë mujit të Ramazanit mu që për shembull mas sabahit mu do të më nis në agjëru apo mu kry. E mas sabahit i rastis ke mas i shika hi koha sabahit, ati i rastis ke ta pejgamberi u pastrajke. Se kishte nevojë mu pastru, për shkak se na i herë rastet me kon gjunub. Pra u pastrejke dhe e vazhdojke agjerimin. Apo e vreni? Hadithi sa i qartë që nuk e prishka agjerimin mulo, dhe më duke qenë agjerushëm. Kja. Pastaj hadithi tjetër që vjen prej që ka sjellë Abu Davudi, dhe si të vërtet e ka saksu Sheikhul Albani dhe të tjerë, që thotë se e si të disa prej sahabëve thujnë, a ra'aytu Rasulallahi zami yasubbu ala ra'sihi al-ma wa huwa sa'imun min al-'atashi aw min al-har. Se than sahabët, na ka rastisur neve, e kemi pa pejgamberin alayhis salam duke i hedh vetës vet ujë, duke hedh në trupit ujë, duke qenë agjerushëm, për shkak nëse e kaplojke ndonjëherë në etje e madhe, ose kishte temperaturë të madhe, e kena po pejgamberin duke i hedh vetës vet ujë. A është edhe kjo e qartë që agjerimi nuk prishet. Dhe në shpjegimin e Aun al-Ma'budit të në ati librit, që ta lejbe të shmirë me pas këtë libër, Aun al-Ma'budin, ndërsa thëtë se kjo është argument se nëse njoni hedh pak ujë në trupin e tij, ose komplet e lën trupin e tij, zbërtimin e Abu Davudit shokje, thëtë është argument se nuk prishet agjerimi dhe ky është mendimi pjesës dërmuese të ulemave, të dietarëve, jo çkaq, po edhe Imam Buhariu si imami Amirul Mu'minin fil hadith thonë, prisi besimtarëve në hadith, është Imam Buhariu, e ka vu në sahihun e tij kur e përmendën Sahih Buhari, keni parasysh, është libri më i saktë pas Kuranit.
edhe mohimin e hadithit që është në to, panaj kur gjo heq, mohimi i hadithit në hadithit që është në to, ka mundësi me nxjerr njeriu për fes krejt. Dhe kë e ka vu një titull, thët, bab ightisali saimi. Babul ightisali saimi, thët, kapitulli pastrimi i agjeruesit. Mu pastru agjeruesit, dhe këtu e përmend se ju ka rastis, të Bukhariu përmend sahihun e tij, ju ka rastis Ibn Omerit, shokit pejgamberit, që ndonjëherë kur i ka marrë si zheg, e ka la teshen e tij komplet. Teshat që kemos atë vini majic. Po teshen komplet e ka la fort edhe e ka veshë muflladit trupi i tij, edhe një gjë të tillë thot e ka bën edhe Shabiu, që ka hi dhe është pastru kejt. Imam Shabiu, dihet, i njoftër. E pastaj edhe Hasan al-Basriu ka thonë se edhe bili nëse i agjerueshëm, tu ka tjerë goja, e shtim do ujë ngoj, edhe pak shumë ja ban gojës, ose edhe me gishtrin, por nuk e qëtë push, normal. Edhe kështu nuk prishet agjerimi, thët Hasan al-Basriu, kështu nuk prishet agjerimi dhe një herit, nëse dhe mu fladit pak me ujë, mu la asane, nuk prishet agjerimi. Kërej që tu i përuna, si referenca, si argumente, disa argumente sa si shtesa, janë se agjerimi nuk prishet, nëse ti i agjerueshëm dhe pastruhesh, ose hin lahësh pak me një bazen të vogël që thash, nuk prishet agjerimi, vetëm se mos me quajnë të poshtë. Po e quajnë të poshtë tani e prish, për ndryshe agjerimi